Sot bëhen 27 vjet nga njëra prej masakrave më të rënda që regjimi serb ka kryer ndaj shqiptarëve në Kosovë. Me 19 maj 1999 në burgun e Dobravës kishte nisur tmerri që do të zgjaste deri me 24 maj. Afrim Caka, i mbjetuar i masakrës së Dubravës në një nga emisionet e mediumit ton, kishte deklaruar se në atë kohë gardianët bënin garë se kush do të vriste më shumë. Ishte një kasapone e vërtet. Gardianët me snajper ka bënin gora. Do thot nuk kishte minut, sekund që së vrit ke nga një. Edhe ndërkohë përvjeni në laboraty dhe përvjeni i bërgosën politik, sot as i ditës arritat jam se emrin. Tha Gjakov, tha përvjeni mërë tha se vjeni shumë, edhe të shkojmë tha t'i bortim ati të vrarit atje. Unë i thash valla ishim shumë për mbetën pak. Se o vranë 12 veta dhe plagosën 27. Do thot, tjertë kishim plak kleta, tjertë kishim shumë që ishim plagosë kanë dyrë. Prej gardianëve dhe prej këturit. Dhe tha, në mushit marrë dhe kur në mirë. Tha, dhe këj që i bërgosër, tha përshkoj luti edhe tjertë. A i tha shumë mirë. Unë s'kisha forës mi thonë dikuj se ka mujtë aty të vëjtë, pasi aty dali shfajtorë. Edhe nipi, arsimi dhe blerimi, thanë, maki, vërtet, thanë që na do të shkojmë t'i daj rejtu. Caka, duke kujtuar këtë masakër, thot se aso kohë kemi qenë mbi 900 shqiptar dhe shumë shpejt u krijuan pellgje gjaku. Në burgun e Dubravës kemi qenë 980 shqiptarë, plus 21 serbë malezes. Ata serbë malezes kanë qenë për krim ordinere. Nga burgu e Dubravës kemi dalë 720 vetë. Nga burgu e Dubravës. Në Dubravë kanë bërë bi 260, 250 vetë. Edhe u plagosën shumë vetë dhe u vranë shumë vetë. Edhe u kryun 5 vetë mëdha gjaku. Pastaj fillum tjertë në të varponit të shpetojmë. Se cili ku do të varponit në për ato që vitë edhe në ato momente, unë e pata rastin me Maki Begollin, Arsim Kullashin edhe Blerim Kasnishin, ta ishin nga peja dhe ishin luftar të qykës. Edhe ishin dënu mbi ka 10 vjet Sicili. Edhe shku mu fotëm në Kruzhinë. Edhe unë isha plagos letën kom, krasim e tjerë, në gjurin e majtë. Por më kështë hi një copë e gjeljerë të hollë, ato kur fut aty në zerra me dorë, e pastrova një farë jodi, ma dhanë do shok aty, dhe e lidha pak komën, e kisha pak dhimje, po në krasim e tjerë, e imja shumë e letë. Edhe u mbledhëm aty të organizohëm e qka matutje, edhe pastaj aty thanë, është mirë që të largohemi nga burgu. Edhe u futëm në një farë salë aty, morëm një litar tash, se mi qitë litarin, e shkon pak si... Doni të bënit përpjekje për të ikur? Të ratisë, po. Edhe ndërkohë, erë një lajmë aty, ndigjumë që bërgosi për dalin e barë. Ishte ora pas ditës 3, ora 15 qështë. Edhe dolem edhe një. Edhe aty të bo biset, tha, se unë kisha nipin aty, tha, daj, shka ta marrë mendja. Tha Shqilit vendosë për veti, këtu se afshtirë mi thonë dikuj, pasi të vitet do të mjetë shfajtorë ti. Brenda mureve të atij burgu sot gjendet një plak përkujtimore me emrat e viktimave që dëshmon për këtë masakër brutale. E dhimbshme dhe ende pa drejtësi, masakra Dubravës mbetet një nga plagët më të mëdha të popullit shqiptar. Kujtojmë se në këtë masakër, brenda burgut janë vrarë 160 të burgosur shqiptar dhe janë plagosur më shumë se 300 të tjerë.